Një iniciativë ere diplomatike e Shteteve të Bashkuara po sinjalizon një përpjekje të fuqishme për të ndryshuar rrjedhën e tensioneve në lindjen e mesme, përmes një marrëveshjeje të gjerë me Iranin. Dokumenti zbuluar së fundmi paraqet një paketë të detajuar masash që synojnë çmontimin e programit përthamor iranian dhe rikthimin e vendit në sistemin ekonomik ndërkombëtar. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se palët kanë rënë dakord për një sër pika shtarbësore, duke lënë të kuptohet se negociatat kanë hyrë në një fazë vendimtare. Megjithatë, përmbajtja e planit tregon se rruga drejt një marrëveshjeje përfundimtare mbetet komplekse dhe e mbushur me sfida politike dhe teknike. Në thelb të propozimit qëndron kërkesa për çmontimin e plotë të kapaciteteve bërthamore të Iranit. Kjo nuk kupton jo vetëm ndalimin e pasurive të uraniumit, por edhe eliminimin e infrastrukturës ekzistuese dhe dorëzimin e të gjitha materialeve të ndjeshme tek Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Kjo e fundit do të ketë rol kyç në verifikimin dhe monitorimin afatgjat të angazhimeve të Teheranit, me akses të plot në të dhëna dhe objekte. Objektet kryesore bërthamore në Natanz, Isfahan dhe Fordo pritet të mbyllen dhe të çaktivizohen përfundimisht. Ky hap do të përbënte një ndryshim rrënjësor nga politika e deritanishme e Iranit, duke e zhvendosur fokusin nga programet ushtarake drejt përdorimit civil të energjisë bërthamore. Për te dimensionit bërthamor, plani prek drejt për drejt edhe rolin e rajonal të Iranit. Sipas propozimit, Teherani duhet të ndërpres financimin, armatosjen dhe koordinimin e grupeve aleate në lindjen e mesme, një kërkesë që synon të reduktojë ndikimin e tij në konfliktet e vazhdueshme në rajon. Një element strategjik i marrëveshjes është edhe garantimi i lirisë së lundrimit në ngushticën e Hormuzit, një arterie jetike për tregtin global të energjisë. Mbajtja e saj e hapur konsiderohet thelbësore për stabilitetin e tregjeve ndërkombëtare dhe për shmangjen e krizave të reja energjitike. Ndërkohë, çështja e programit raketor iranian është lënë për një fazë të dytë negociatash. Megjithatë, burimet sugjerojnë se kufizimet do të jenë të pashmangshme, duke synuar reduktimin e kapaciteteve dhe orientimin e tyre ekskluzivisht drejt vetmbrojtjes. Në këmbim të këtyre koncesioneve të mëdha, Irani do të përfitonte një paketë gjë lehtësimesh. Kjo përfshin heqjen e plotë të sanksioneve ekonomike, rikthimin në tregjet globale dhe mbështetje për zhvillimin e energjisë bërthamore civile. Kjo iniciativë vjen në një moment të tensionuar pas përshkallëzimit të konfliktit që përfshin edhe Izraelin dhe vendet e gjirit. Sulmet e ndërsjella me raketa dhe dron kanë rritur ndjeshëm rrezikun e një përplasje më të gjerë, duke shtuar urgjencën për një zgjidhje diplomatike. Megjithatë, sfidat mbeten të mëdha, mosbesimi mes palëve, presionet e brendshme politike dhe interesat e aktorëve të tjerë rajonal mund të vështirësojnë arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme. Edhe nëse plani pranohet në parim, zbatimi i tij do të kërkojë kohë, verifikim të plotë dhe garanci ndërkombëtare. Në këtë kontekst, propozimi amerikan përfaqëson një përpjekje ambicioze për të shmangur një krizë më të thellë dhe për të rikthyer dialogun në rajon ku balancat mbeten të brishta dhe të paparashikueshme.